Unë ju uroj suksese avokatit të ri të popullit, ditën e njëjtë zoti Shabani, siç e përcakton edhe rregulloria dhe kushtetuta, duhet të paraqitet në seancën plenare të kuvendit për të kryer betimin, të betohet mbi kushtetut për të shërbyer qytetarëve shqiptar. Besoj që ndajmë të gjithë vlerësimin që Ender Shabani është një kandidatur që vjen nga opozita. Tani, mendoni që 36 mandate sa ka grupi parlamentar i Partisë Demokratike mund të zgjidhë një avokat populli? Nuk e zgjedh dot. As bashkë me dy grupet e tjera sa shkojnë këta 49-50 sa janë. Që të zgjidhë avokat populli duhet të zgjedhet nga ne. Pra duhet marrë dhe votat tona. Ky është rasti më i mirë i zgjedhjes ndonjëherë të avokatit popullit në Shqipëri. Kanë ardhur 6 kandidatura nga opozita dhe hyn të 6-ta në votim dhe u zgjodh njëra prej tyre. Fiks siç e propozoi edhe vetë Partia Demokratike. Dhe kanë thënë që ne do votojmë një prej kandidaturave që do silli opozita. Kështu që ne votuam kandidatin që solli opozita. Dhe fakti që këta po hahen apo grien me njëri tjetrin tregon që fajin e kanë vetë. Po reforma pa bashkëpunim s'ka. Ti thua hajde martohemi po mos lëm bashkë. Po martove duhet të bësh sa detyra.